përmes lidhjes direkte, po që mundemi me realizu intervistën pa probleme dhe kështu. Patjetër. Kjo është edhe rezultati aktiviteteve të shumta në kuadër të fushatës për çka kena me fol. Edhe po besoj që edhe kështu kena me mujt me fol shumë për fushatën edhe me u realizu. Blenda, fillimisht na tregoj çfarë simbolizon për juve dita botërore për higjienën menstruale dhe pse është kaq e rëndësishme me shënu këtë ditë? Atëherë na e kemi një fushatë të tërë, e cila për çdo vit tash 5 vite mbyllet në ditën ndërkombëtare të higjienës menstruale. Kjo ditë është shumë e rëndësishme edhe për neve, e shënon qatë sa idenë edhe e përngurtëson idenë se e rëndësisë mbi higjienën menstruale të njëjtën kohë, edhe shënon mungesën e higjienës menstruale, po edhe të stigmës menstruale, edhe në botë, po sidomos në Kosovë, ku hala menstruacionet janë tabu, me folë për menstruacionet në hapësina publike private është tabu, po të njëjtën kohë, produktet menstruale ende janë ose vështirë të qashme ose të paqashme për plot gra dhe qika në Kosovë. Çfarë është më saktësisht fushata kundër varfërisë menstruale dhe stigmatizimit të menstruacioneve dhe cilat janë qëllimet kryesore të saj? Atëherë fushata java kundër varfërisë menstruale dhe stigmatizimit të menstruacioneve, e cila e ka emrin Peceta nuk është luks, mbahet tash për vitin e 5 në Kosovë dhe shënohet me aktivitete të ndryshme, i ka vazhdimisht prej që ka nisë 2 kërkesa kryesore. Kërkesa e parë është që produktet menstruale, si pecetat edhe tamponët, të vendosen në një listë e cila kategorizohet si produkte esenciale edhe mos me u tatu mbi vlerën e shtuar me 18%. Siç e dini, aktualisht në Kosovë produktet menstruale edhe kategorizohen që i bjen edhe trajtohen si të ishin produkte lukse, edhe gratë paguajnë 18% mbi vlerën e shtuar për produktet menstruale. Kjo është kërkesa e parë, që të ulet, që të hiqet ose të ulet tatimi mbi vlerën e shtuar prej 18%, edhe kërkesa e dytë është që produktet menstruale të jenë të qasshme sidomos në hapësira publike. Tash e 5 vjet qika i ka shpërnda ma shumë se 100.000 produkte menstruale, një pjesë për se cilës janë donacion prej Butterfly, sepse na besojmë që produktet menstruale duhet me qenë të qashme për qikat edhe për gratë, sepse janë nevoje përmojshme e jo produkte të lukset. Pra edhe për gratë që nuk kanë mundësimi i përballu çmimet e larta, sidomos mas inflacionit edhe rritjes së çmimeve. Dhe aktivitetet e kampanjes janë të ndryshme, ndryshojnë edhe prej vitit në vit, por çka mbetet vazhdimisht e njëjtë është shpërndarja në për gjitha fakultetet e Universitetit të Prishtinës, në për konviktet e vajzave, në për hapësinat private që janë kafeteritë më të frekuentuara në Prishtinë, e kështu me radhë, për disa vite kemi bë edhe takimin drejt për së drejti me qytetarë në shesh, ku kemi dhuru pako të vogla me produkte të ndryshme menstruale, si shenjë edhe të luftimit të varfërisë, po edhe të stigmës, pra me dalje dhe me folë me njerëz për pecetat menstruale. Blenda, mund është më na tregu pak për këto aktivitetet që veç i përmende, cilat janë aktivitetet kryesore që ju i zhvilloni gjatë javës kundër varfërisë menstruale? Atëherë, ideja e varfërisë menstruale, përveç që është me luftu varfërinë menstruale, është edhe me luftu stigmatizimin e menstruacioneve. Siç që përmenda, na vazhdimisht në për hapësina publike dhe private, që janë konviktet, që janë strehimoret e grave, që janë fakultetet e Universitetit të Prishtinës, sidomos ata që janë të dominuar prej vajzave, dhe kafeterive të ndryshme, po edhe në hapësina publike që është sheshi dhe sheshit e Prishtinës, zakonisht vendosim pako me peceta menstruale, pra na i dërgojmë ato edhe vendosim shënime që gratë mujnë me marrë peceta falas, sepse peceta nuk është luks për është nevojë. E krahas krejt kësaj na takojna njerëz edhe foljen për varfërinë menstruale, edhe foljen për stigmatizimin e menstruacioneve, mirë po ashtu krahas kësaj na vazhdimisht publikojmë në webfaqen e qikës informacione, materiale të ndryshme, të cilat kanë për qëllim me informu masën lidhur me menstruacionet, me produktet menstruale, sepse në bazë të këtyre ulëmtimeve shkencore, qikat jo vetëm në Kosovë, po edhe në botë për menstruacionet
njën për herë të parë, veç masi të përjetojnë ciklin për herë të pare, që kjo është vonë, sepse varfëria menstruale nuk i vjen veç mos me pas produkte menstruale, mos me pas qasje në produkte sanitare, po i vjen edhe mos me pas informacione lidhur me këtë. Problemi është që po ashtu edhe njerëzit të cilët janë të rritur, pavarësisht gjinisë, përgjithsisht hezitojnë me folë për menstruacionin sepse këta e shohin si tabu, dhe zakonisht kjo javë përmbyllet në ditën e 28 majit. Qika përveç Prishtinës shpërndan peceta edhe në për komuna të ndryshme në për Kosovë, edhe kjo ndodh me rotacione për komuna të ndryshme, dhe ideja është që sa do pak me provu me luftu stigmën dhe varfërinë menstruale, po të njëjtën kohë me provu me vlerësu institucionet, si që tash më herët edhe për me largu taksen. Për shembull, një prej aktiviteteve më të mira të fushatës këtë vit është dje është dërguar një letër në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, e cila është nënshkruar prej 71 organizatave të cilat e mbështesin qikën në kërkesën për me u largu tatimin mbi vlerën e shtuar për 18% në produktet menstruale. Blinda, e potencove mjaft qartë punën ose në kontekstin e varfërisë menstruale. Si ka ndiku kjo të gratë dhe të vajzat në Kosovë dhe në cilin nivel që ndron tani për tani, si pas statistikave apo të dhënave që keni përmes organizatës? Atëherë në atash të fund me i kemi publiku disa të dhëna të cilat janë të generalizuar edhe në kontekst global. Si pas statistikave, 1 në 5 gra kam përjetu torp lidhur me menstruacionet për shkak të komenteve që i kanë bërë burrat, dhe 1 në 10 gra i kanë të paqasshme produktet menstruale. Pra, derisa po flasim në kontekst global, në kontekst të Kosovës kjo bëhet edhe më e vështirë, po ashtu është shumë e rëndësishme më marr parasysh edhe kontekstin social dhe ekonomik kur po flasim për këtë çështje. Dhe është mirë me e pas parasysh që kur i taksojna gratë 18%, pra është taks e pabarabartë, sepse i taksojna 18% për funksionimin fiziologjik të trupave të tyre. Pra, na taksohemi sepse kemi menstruacione, po na nuk zgjedhemi pas menstruacione. Dhe është shumë e rëndësishme me marrë parasysh edhe përqindjen e lartë të papunësisë së grave, po edhe gratë që punojnë paguhen më pak se burrat në pothuajse secilin sektor të tregut të punës në Kosovë. Edhe kjo përveç se në parim është e padrejtë dhe është akt seksiste dhe diskriminuese, po ashtu na në qika besojmë që është edhe kundërligjshme edhe kushtetuese, sepse e shkel parimin për mos me u diskriminu për qasje të barabartë, për të njëjtën kohë e shkel edhe ligjin për barazi gjinore, i cili krejt institucioneve publike ju jep obligime ligjore që me apliku buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. Pra buxhetimi i përgjegjshëm gjinor i vjen hartimi politikave edhe praktikave fiskale të cilat nuk e thellojnë pabarazinë gjinore, ndërsa taksa tatimi prej 18% në produktet menstruale e thellon pabarazinë gjinore sepse rëndon padrejtisht vetëm mbi gratë. Dhe për këtë arsye duhet me u hjek, me u liru prej tarifave doganore sepse kjo e kish ul çmimin edhe e kish bu më të qasshëm për gratë dhe për qikat produktet menstruale. Po fushata, si është pritur nga qytetarët, sidomos nga vajzat, nga gratë dhe nga të rinjt përgjithësi? Na përveç grave i kemi target grup me fol edhe me burrat, me provu që stigmën me luftu të krejt qytetarët. Normal që në fillim kanë hezitu edhe burrat edhe gratë edhe me fol për menstruacionet, edhe me pranun publik dhuratat që përmbajnë produkte menstruale, për çka se është e kuptueshme në një vend ku varfëria menstruale ekziston, ku informacionet janë të pakta, shpesh janë të pasakta, ku përgjithsisht informacionet mbi menstruacionin janë të bazuar në stereotipe dhe në mite të ndryshme. Mirë po, besoj që me kalimin e kohës njerëzit kanë fillu që së paku me u hap pak ma shumë në raport me këtë çështje, ende ka shumë punë për me u bo, ende njerëzit hezitojnë, mirë po, megjithatë është e rëndësishme që prej qikave dhe prej grave vazhdimisht kjo është prit mirë, edhe janë kanë të gatshme që së paku privatisht me stafin e qikës me fol për sfidat që i kanë, me tregu që për një me produktet menstruale janë vështirë të qasshme, sidomos për qikat të zëm që nuk punojnë, që janë studente, për gratë që kanë paga të ulta e kështu me radhë. Sa mendojnë se është i përgatitur sistemi arsimor këtu në Kosovë që të flasin hapur për sa i përket higjienës menstruale në mënyrë të hapur edhe edukative?
Unë e besoj që kjo është ndërlidhur me sa është e hapur institucionet e arsimit në Kosovë me folë krejt për shëndetin riprodhuese dhe seksual në përgjithësi, pra na vetë fund me pam një gamë tepër të madhe që ndodhe me doracak për edukimin seksual, pra nuk është probleme krejt e doracak, sa është probleme që njerëzit që fëmija kanë me mësu për edukimin seksual, pra na për vetë se jemi shoqënisht të pagatshëm për me folë për menstruacionet, për me u hapë në raport me çështje që na i shohim si tabu. Problemi është që as sistemi arsimor nuk na animon që së paku njerëzit me marrë informacione të sakta dhe të drejta. Hala në Kosovë vazhdimisht ka raportime për shkolla, sidomos për në zonat rurale, në për fshatra, ku profesorët dhe arsimtarët vazhdimisht i kalojnë mësimet që kanë të bëjnë me shëndetin riprodhues. Pra, ideja pse njerëzit kanë sot nevojë me folë më shumë se sa kur për menstruacionet, është sepse ata nuk mësojnë as në shkolla, pra nuk mësojnë edhe aty ku është dashur me marrë informacionin e drejtë dhe të saktë. Dhe kjo i kontribon rritjes së varfërisë menstruale, siç e thash më herët edhe mos me pas informacion i bjen varfëri menstruale. Po të njëjtën kohë është edhe diskriminim ndaj nxënësave të cilët i kanë të vendosur këto çështje në tekstet e tyre shkollore, por nuk i mësojnë për shkak se kjo ka mbet në diskrecionin e mësimdhënësve të caktuar, të cilët qoftë për shkak të nis prej bindjeve të veta personale, qoftë për shkak të mënyrës që shohin këto çështje, vendosin ose me i kalu këto tema, ose me janë ashkalu, ose me ja u dhonë me mësu të shtëpia e kështu me radhë, që më parem është e padrejtë sepse ata shkojnë në shkollë për me mësu dhe ishtë dashur me marë informacione të sakta edhe të drejta, të pabazume në mite e në stigmë e kështu me radhë. Për të njëjtën kohë, diçka tjetër që po ashtu ndodh dhe raportu disa herë, është që në për shkolla mësimdhënësit edhe kur vendosin, sidomos mësimdhënësit gra dhe kur vendosin me folë për menstruacionet, folin veç me vajzat, që kjo po ashtu është problem sepse për menstruacionet dohet me folë edhe burrat, edhe gratë, sepse nuk janë çështje të luksit e as nuk janë çështje të zgjedhjes. Shumë e vërtet. Blenda, faleminderit shumë për krejt informacionet që na i dhe dhe për këtë intervistë kaq të këndshme. Të presim ndonjëherë më në ardhë dhe në studio, pse jo dhe me diskutu. Patjetër. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, edhe paqeni një ditë sa më të mirë. Faleminderit shumë. Kalofshit mirë. Kështu po e përshëndesim Blendën, edhe ka ardhur koha që me e ndjek edhe aksionin vullnetar për durimin e gjakut në Drenas, organizuar nga